hetimit. Apo që ditë edhe një argument që 25 vjetë mas lufte, apet njeri e përdor emblemen e UÇK-s. Janë edhe të ministrive, janë edhe të ndërmarrë publike që kontrollojnë direkt për njerëzve të kësaj qeverisë. Unë jam jashtëzakonisht i shqetësuar që tepër pak përdoren masat e fshehta në rastet e tenderëve. Tepër pak, jashtëzakonisht pak. Nëse po dihet që në institucionin e caktuar po në shumë kontrata një burimore, nëse na kemi raportu që borka, që është në nshu, shkeljet janë flagrante, a kanë qenë në masa të fshehta persona të cilat i kanë bërë këtu? Nëse kanë qenë, pse nuk i kanë zonë dhe për tender të tjerë? Ose, unë isha çudit shumë nëse personi në fjalë përfundon vetëm në këta 2 tender që na kemi shkruaj. Që në raste mënyra çysh po sillet ai. Domethënë edhe në tenderin e parë, edhe në tenderin e dytë, edhe në inqizim, kjo tregon që ato kanë pas shumë tender që i kanë bërë shkeljet e njëjta. Pra, këtë çështje sa i përket hetimit. Apo çudit edhe një argument që 25 vjet mas lufte, apet njeri e përdor emblemen e UÇK-s. Spi vjen marre, avokati vet thot ka qenë ish ushtari i UÇK-s. 25 vjet mas lufte ky i bën këto sene dhe mbrohet me çata. Çfarë në argumente mund na me përdor gjithçka. Mundesh me thonë unë jam jetim, ka dek baba, ka dek nona, jam djali vetëm gjithçka, po ligjin do të më respektu. Ai ka ushtari i UÇK-s, na të respektojmë, je veteran, është një pagesë që merret. Po nëse e kanë ushtari i UÇK-s dhe tash po bën çështja në vallë nuk është bash çështje. Edhe more me përdor, edhe avokati janë. Por pyetjet te çështja e qeverisë. Kontratat një burimore nuk janë vetëm të ndërmarrë publike. Janë edhe të ministrive, janë edhe të ndërmarrë publike që kontrollojnë direkt për njerëzve të kësaj qeverisë dhe na e kemi pa qysh në nshua këto kontrata, e kemi pa këta akuzën që kanë ndodhur kek, se qysh kanë çfarë shkelje e mbo. Pra, është diçka cilën është toleru. Kjo qeveri e ka toleru me ndodhë deri në mirë, po qëndrimi e tha një detaj që nuk janë qaq shumë sa po thuni. Po du me pyet njerë KRPP-n, a janë që to kontrata një burimore qaq shumë sa po proklamon? 1700 nështë a janë shumë, as janë shumë? Jo, e para, do është ta më ndërlidhe njerë me përcaktimin e procedurave të prokurimit ose rregullimin e procedurave prokurimit me ligjin e prokurimit publik, ku një prej procedurave prokurimit krejtësisht ligjore dhe legjitime është edhe procedura e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, veçse kurdo që përdoret kjo procedurë, ligjvënësi i ka paraqë kushtet që duhet më respektuar në përdorimin e kësaj procedure. A është numër i madh, a është numër i vogël, unë mendoj që në këtë vit ose më mirë me thonë për vitin 2024, në raport me vitet paraprake, ka një ulje të përdorimit të procedurës, sidomos për nga vlera, për nga përqindja në raport me kontratat e nënshkrume. Nëse shohmi në përqindje, është dikun rreth 5.67% përdorimi i procedurave negociume për vitin 2024. Po. 5.67%. 5% e kretë kontratave që kanë. A është kjo roni dhe për shkak se për kontrata një burimore kena folë gjithë vitin 2024. Edhe i shkon këgja anomali nëse qeveria nuk i kishtë thirë ministrat mi thonë nalë në pak. Jo, unë po du, ti po thu në krahasim me vitet paraprake, ma saktë. Krahasim me vitin 2023, 2022, 2021, apo në krahasim me 2018, 17, 16. Në raport me 10 vitet e fundit, dhe arsye, visar arsye jonë edhe që është sigurisht që edhe bërja temë në opinionin publik, por megjithatë mos harrojmë që një ndër arsyet kryesore ose faktorët kryesorë kanë bënë që Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në bashkëpunim me donator ka hartuar edhe metodologjinë e monitorimit, gjithashtu ka organizuar edhe trajnimet ndryshme sa i përket përdorimit sa procedura që jenë inicu për autoritetet kontraktuese me procedurë të negociuar i keni refuzu. Pra si keni leju më ha procedurë të negociuar. E tash nalmi këtu. Çështja e refuzimit, KRPP-ja nuk e ka mandatin e refuzimit, por që ta do shta me ndërlidhe dhe ma herët opinionet që tash tregoj dalim aty. Funksion të KRPP-s nuk është ndalimi ose mos lejimi autoritet kontraktues për përdorimin e procedurave të prokurimit. Çështja është që kurdo që autoriteti kontraktues vendos, sepse funksionet i kanë dalë ligji i prokurimit publik, kurdo që autoriteti kontraktues vendos me përdor një procedurë negociume, kushtet duhet respektohen sipas nenit 35. KRPP-ja jo domosdoshmërisht, sepse nuk ka kapacitet mjaftueshëm me monitoru secilin procedurë,